forte kam shprehur. Nuk e kupton çfarë do të thënë. Ka vërtet raste që njeriu kur tjetri nuk i jep shumë, fillon të bën pyetjen pse dhe hyn në një grack të kot që s'ka asnjë lloj vlere, e ke parasysh? Dhe ngec në këtë, që pse ai më tha, po pse thot ai që unë çaj kam dhënë, po unë me të kam detur, po unë kam qenë e gatshme, po shiko se ndoshta edhe unë kam një pëlqim, etj. Funksionon. Për njerëzit që din ta bëjnë, funksionon. Dhe për që duan ta bëjnë. Kështu që se një gjë që më re për shembull është fakti që jam munduar shumë që të kem ta besoj atë njeri. Edhe një gjë që më re është Kristi, rri një ditë me mua, gjithë ditën, kalon shumë mirë me mua, dhe të nesërmen, po sigurisht nuk ekziston fare. po është kjo që po them. Dhe unë nuk jam ai njeriu, fatmirësisht për mua dhe fatkeqësisht për Që bie Kristin, prej kësaj. që i shkoj nga mbrapa kësaj gjëje. E kuptoj. Unë e kuptoj atë se tani edhe jeta jashtë funksionon kështu. Po patjetër. Unë e kuptoj Nga jeta jashtë po nisim manipulimin, nga jeta këtu. unë e kuptoj manipulimin që kërkon një njeri të bëj me këtë gjë. Nëse ti, do të thënë njerëzit janë të prirur që të tërhiqen nga gjërat që nuk i kanë. Po pikërisht. Dhe që kanë vështirë për të arritur. Këtë desha të them edhe unë. Dhe unë, fatmirësisht, kam pas eksperiencë, fatmirësisht e fatkeqësisht, kam pas eksperiencë të tillë, Po. dhe nuk bie dot më preu në asaj gjëje. Po, s'duhet ja lejosh vetes. Dhe prapë se prapë kam shku se njëri, kam thënë Kristi, erdha tripak me ty, kupton, më tani mua se s'dua të them fjalë kështu, mua parë nuk më bën dot. Jo Kristi, po Kristi, jo, po asnjëri tjetër. Po deshe, po s'deshe, hajt mirë pafshim. Se nuk më mban Kristi në lojë mua. Tani, në vërtet këtë loja është e egër, po avashi e. Loja është e egër, po domethënë në këtë lojë jo çdo njeri futet për të bërë maksimumin që lejon formati. Po. Rëndësi ka që besoj unë, të paktën unë jam futur me këtë parim, të dalësh me maksimumin tënd. Po. Dhe po them parimin që jam futur unë, se nuk po të mësoj ty çfarë të bësh, se s'kam pse ta bëj, as nuk kam si ta bëj, as nuk dua ta bëj. Kështu që për Kristin ti je, nëse ai e koncepton nevojën për të qenë çift me një vajzë e rëndësishme. Po nëse për atë s'më bëhet vonë, po nëse ti e lejon veten tënde të futesh në një marrëdhënie për këtë, mund të perceptohesh jashtë se e çifti që ti e ke parë nga jashtë. Absolutisht jo.